Patjetër, në fakt Amerika është duke kaluar një tranzicion politik, është akoma herët për të treguar se si gjërat po shkojnë, sepse siç ju e dini, ka një zhurmë të madhe me administratën e re dhe presidentin e re këtu, dhe puna ime aktuale me Global Detroit është pikërisht zhvillimi ekonomik duke përfshirë talentet ndërkombëtare apo imigrant. Dhe imigracioni për momentin është një fushë pak e nxehtë në Amerikë, por ne jemi të bindur për diçka, që imigrantët duhen të përfshihen në ekonomi sepse sjellin një zhvillim ekonomik të jashtëzakonshëm. Studentët ndërkombëtar sjellin një zhvillim ekonomik të jashtëzakonshëm. Vetëm në Michigan, për shembull, të gjithë studentët ndërkombëtar dhe ata vendas, të cilët mbarojnë në fusha teknologjike, nuk mbushin dot më shumë se 70% të asaj që tregu i punës kërkon. Kështu që Amerika duhet të ketë politika më gjithëpërfshirëse ekonomike që t'i përfshijë edhe këto talente ndërkombëtare apo imigrantë të cilët vinë gjatë, si për shembull nga Shqipëria me lloparinë amerikane, por që diploma atyre nuk njihet për momentin.